Pas barazimit ndaj Atalantës, Milani është rikthyer në stërvitje me skuadrën kuqezi që zhvilloi një seancë rekuperimi në palestër sipas raportimeve të Sky Sport. Lajmi më i rëndësishëm për trajnerin Massimiliano Allegri është rikthimi i Ardon Jasharit, i cili kreu një seancë stërvitore të personalizuar nën kujdesin e stafit teknik. Përveç mesfushorit shqiptar, edhe Pervis Estupiñana është rikthyer në grup dhe pritet të jetë në dispozicion nga dita e nesërme. Këto rikthime janë një lajm i shkëlqyer për Allegrin që tashmë mund të llogarisë në dy lojtarë të rëndësishëm për sfidën e radhës kundër Romës, e cila do të zhvillohet në San Siro në kuadër të javës së 10 të Serie A. Ndërkohë, trajneri i Milanit ende po pret rekuperimin e Adrien Rabiot dhe Christian Pulisic, të cilët nuk janë ende gati për të rikthyer në fushë. Kuqezi ndëvi në këtë ndeshje pas dy barazimeve radhazi dhe synojnë të rikthehen te fitoria për të ruajtur ritmin në garën për kreun e tabelës.